Zoti Fuga, ju mendoni që mund të arrijë dorëheqja e kryeministrit Rama përmes këtyre protestave? Atëre, a nuk arrihet dorëheqja, kjo është një çështje raporti forcash. Dhe unë e kam thënë që ka disa mundësi, disa skenare në këtë përballje çka mund të ndodhi. Dhe nuk është se kam thënë në një gjë që të tjerët nuk e mendojnë, se ose protesta do imponohet kryeministrit, ose kryeministri do arrijë që ta shuaj protestën ose ta zbejë atë. Këtë e di çdo njeri. Ajo që unë kam shtuar është që protesta ka treguar një potencial shumë të madh, por si çdo protestë dhe ajo ka element që duhet i menaxhojë, se nëse si menaxhon, sigurisht fryma e protestës nuk mund të jetë e pashtershme. Por dhe kryeministri ka disa element që i luan, siç janë disa mbështetje të saktuara që ai ka, po dhe ato mbështetje nuk mund të jenë pafundme edhe për të. Se çdo ndodhi me këtë, kjo do të varet nga vendosmëria e njerëzve në shesh dhe nga kokëfortësia e kryeministrit e kështu me radhë. Po për mua nuk është kjo më e rëndësishmja në gjykimin tim. Pse? Sepse sido që të jetë ky konfrontim forcash, ky është në planin pragmatik të forcave empirike në shesh, por nga pikpamja etike, fakti është që me ato mitingje dhe me atë pjesëmarrje gjigande nga ana e qytetarëve, dhe me çka lexojnë në rrjetet sociale dhe me të gjithë parametrat e tjerë, ne tregojmë se qeveria ka një mosbesim të madh në popull. Dhe kur lexon edhe kryeministrin, siç përmendëm tekstin në fjalë, apo kur e dëgjojmë atë, apo kur shohim që deputetët e shumicës nuk arrin dot të drejtohen elektoratit, nuk kanë mundësi, kur ne shikojmë që këshillat bashkiake, pushteti vendor nuk ka mundësi të dialogojë, këtu ne themi që marrëdhënia midis qeverisjes dhe qytetarit ka ngrirë, dhe në momentin që ka ngrirë, asgjë nuk e gjen një vend që të kalojë në një proces që mund të jetë një proces elektoral, një rishprehje, një ristrukturim i besimeve, dhe kjo mund të jetë si për Partinë Socialiste, ashtu për Partinë Demokratike, ashtu dhe për partitë të tjera. Po, në fakt kërkojnë qeveri tranzitore, teknike, me njerëzi jo politik. Mendoni që kjo është e arritshme, mund të lëshoj për Rama? Berisha thotë unë e jap votën në parlament, thotë, jo jashtë parlamentit, jam brenda kushtetutës, po unë jam dakord për një qeveri të tillë, thotë, në parlament hyn votim, ne votojmë pro saj. Edhe për mandatin e kufizuar të kryeministrit me 2 mandate vetëm, dhe për këtë jam dakord, thotë Berisha. Rama natyrisht nuk është shprehur dhe deri tani duket që qëndrimi i tij është jo dhe jo. Por mendoni që mund të arrihet përmes presionit kjo qeveri teknike? Jo. Jo. Duhet protesta të ketë shtrat politik atëherë, apo duhet vazhdojnë në terma qytetar? Po. Protesta duhet të ketë përfaqësi politike? Atëherë të sqaroj pozicionin tim. Unë e dëgjova zotin Berisha edhe në fjalën që ai thot në emër të Partisë Demokratike. Mos harrojmë se e para njëherë Partia Demokratike është në minorancë në kuvendin e Shqipërisë dhe si opozitë, si një lëvizje politike, sigurisht asaj intereson të thotë që unë mbështes të kërkesë, por ama të kalojë nga parlamenti. Problemi është që shumicën e kuvendit e kanë socialistët dhe ata sigurisht nuk e pranojnë këtë gjë. Nuk e pranojnë këtë gjë. Kjo do pranohet atëherë kur ai raporti i forcave të jetë i tillë që ta detyrojë ta pranojë. Problemi i cili është këtu? Problemi është që qeveri teknike, dakord, por mos harrojmë që në shesh kërkesa është që qeveri teknike, po ku
për dy liderët kryesor bërtitet filani në burg, filani në burg. Po. Dhe kur partitë politike injorohen, ndërkohë që vullnetin popullor në parlament që kemi, për cilin unë si qytetar s'kam asnjë respekt, gjithsesi jam i detyruar ligjërisht ta pranoj që sovranitetin popullor në terma juridik i ka i kuvend. Ndërkohë, në qoftë se protestuesit në shesh kanë kërkesën që ministrat dhe anëtarët e qeverisë t'i zgjedhë sheshin, ose t'i zgjedhë edhe parlamenti, por ndërkohë kur lëvizja është kundër partive në parlament, ne rrezikojmë një dypushtet në Shqipëri. Një dypushtet i cili qofsha i gabuar nuk parashikohet në kushtetutën e Shqipërisë. E dyta mund të krijojë një çarje midis parlamentit dhe qeverisë dhe jemi në një situatë ku midis tyre presidenti i Republikës sipas kushtetutës nuk mund të bëhet arbitër, aq më shumë se profili i tij siç duket ka që heshtur sot, as ka ndërmend të luajë dhe një kartë etike, kurse juridike nuk e ka. Dhe ne mund të ndodhemi para kësaj situate që midis qeverisë dhe parlamentit në një moment të caktuar të krijohen situata që mund të jenë me potencial shumë të rrezikshëm për stabilitetin e vendit. Mos harrojmë një gjë. Termi qeveri teknike duket sikur na kujton eksperjenca që kemi pasur, por s'është e vërtetë. Pse s'është e vërtetë? Sepse ne kemi pasur qeveri të tilla, si për shembull me sa kujtoj unë në vitin 2017. Por mos harrojmë në qeveri kryeministër ishte zoti Rama dhe zvëns kryeministra dhe ministra të tjerë ishin nga Partia Demokratike, pra ishin pjesë të forcave të parlamentit. Kryeministrën dhe 7 ministri ju dhanë Bashës Partisë Demokratike. Në atë kohë, kryeministri ishte Rama, e vërtet, po. Pra kemi një qeveri teknike, por në fakt të ndërtuar teknike nga pikpamja e kompetencave, po jo nga pikpamja e përbërjes. Pra ajo ishte nën kontrollin e partive. Kurse këtu bëhet fjalë që situata është e propozuar sot po flas, jo nesër. Unë nuk e di nesër. Unë e kam opsionin tim se çfarë duhet bërë, po çëndsi ka se ç'mendoj unë. Por unë po të them që nuk ngjan me 2017, nuk ngjan as me 1997, me 97 që përdoret. Pse? Sepse dhe qeveria Bufi, më falni, jo Bufi, ishte zoti Fino. Erdi zoti Fino e pajtimit kombëtar, qeveria e pajtimit kombëtar. E pajtimit kombëtar,